Pas 45 vitesh kontribut në shërbimin shëndetësor, mjeku i njohur lezhjan Tonin Froku ka përmbyllur angazhimin e tij shtetëror në fushën e mjekësisë. Me këtë rast, u organizua një aktivitet i veçantë ku morën pjesë kolegë, bashkëpunëtorë dhe personalitete të njohura të mjekësisë shqiptare. Në shenjë vlerësimi për kontributin e dhënë ndër vite, Këshilli Kombëtar i Urdhërit të Mjekut të Shqipërisë i akordoi doktor Tonin Frokut një certifikat mirënjohjeje. Në cilësinë e presidentit, me rastin e daljes së pension, Këshilli Kombëtar i Urdhërit të Mjekut të Shqipërisë i shpreh mirënjohjen e thellë për kontributin dhe shembullin e tij në shërbim të pacientëve. Gjatë ceremonisë, kolegët e tij vlerësuan profesionalizmin, përkushtimin dhe kontributin e doktor Frokut në shërbim të pacientëve dhe zhvillimin e mjekësisë në Lezhë dhe Mëgjer. Në emër të shërbimit të gastropatologjisë të Qendrës Spitalore Universitare, duke i uruar Toninit suksese të mëtejshme dhe jetë të gjatë në profesionin e nderuar të mjekut. Kontributi i Toninit është një libër i veçantë, por kryesorja, shërbimi i tij me ndershmëri, me përkushtim, me profesionalizëm, spikat në mënyrë të veçantë. Unë mendoj që doktor Tonini nuk është se ka dalë në pension, por doktor Tonini ka shput marrëdhëniet me shtetin, sepse ai do ushtrojë prapë profesionin e tij aty ku ka nevojë pacienti dhe shërbimi ndaj tij. Unë duke qenë se bëm fiks 30 vite që punojmë bashkë, një fjalë si mjek specialist në Spitalin Rajonal Lezhë, absolutisht e konsideroj me një fjalë përveç kënaqësi mes kolegësh, edhe një eksperiencë të jashtëzakonshme bashkëpunimin shumë të frytshëm me doktor Toninin. Në fjalën e tij, doktor Tonin Froku u shpreh mirënjohës për vlerësimin dhe bashkëpunimin e kolegëve gjatë gjithë karrierës së tij. Mirënjohja është e ime për ju, mirënjohje dhe falënderime për Urdhrin e Mjekut të Shqipërisë, me të cilët kam bashkëpunuar për 10 vjetësh, mirënjohje dhe falënderime për klinikën e gastropatologjisë, e cila me përgatiti profesionalisht, me të cilët kam bashkëpunuar që nga viti 92, mirënjohje dhe falënderime për mjekët e Spitalit Pukës, të cilët fillova ushtrimin e profesionit, mirënjohje dhe falënderime për ekipin e Spitalit Lezhë, me të cilët kam da jo vetëm profesionin, por kam da dhe gëzimet dhe hidhrimet e familjare. Tonin Froku e nisi punën në shërbimin shëndetësor në vitin 1980 në vendlinjen e tij, Ungrej të Lezhës, fillimisht si infermier. Pas përfundimit të fakultetit të mjekësisë në vitin 1986, ai shërbeu si mjek në Puk dhe në disa fshatra të Lezhës. Më pas u specializua në degën e gastrohepatologjisë dhe u emërua në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku përmbylli edhe karrierën e tij shtetërore, duke lënë pas një kontribut të çmuar në shërbim të shëndetit të qytetarëve.